Një ngjarje e rëndë ka ndodhur një familje dursake, ku një 32 vjeçare është plagosur me thik nga bashkëshorti i saj 40 vjeç. Ngjarja, sipas informacionit të policisë, dyshohet se ka ndodhur pasi konflikti për motive të dobta. Gruaja me zgjali e kë ka përfunduar në spital, ndërsa bashkëshorti i saj ja ka mbathur dhe po kërkohet nga policia. Në informacionin paraprak, policia thekson se në orët e para të mëngjesit, në lagje numër 16 fraksion 1 të Durrësit, dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobta në një banesë, shtetësi me iniciale XK 40 vjeç ka plagosur mjetëparerës thik bashkëshortin e tij 32 vjeçare. Më pas, e dëmtuara është transportuar në spital dhe tashmë ndodhet në kujdesin e mjekëve. Shërbimet e policisë kanë shpallur në kërkim autorin dyshuar, shtetësin XK, dhe po kryejnë kontrolle intensive për kapjen e tij. Grupi hetimor, në drejtimin e prokurorisë, vijon punën për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje të rëndë.